Dua më shumë Shqipërinë ishte koncerti që mbylli festimet e nëntorit në Elbasan. Për herë të parë u ndërthur orkestra e Harqeve me live band për të sjellë një koncert i cili u mirëprit nga publiku. Për një muaj qyteti ka qenë i mbushur me aktivitete kryesisht në shkolla e qendra kulturore. Edhe dhjetori pritet të jetë i mbushur plot me aktivitete. Është një atmosferë e shkëlqyeshme. Jam shumë i lumtur që publiku e priti shumë mirë, sepse realisht ka qenë një punë goxha intensive për gati rreth një muaj dhe jam shumë i lumtur që u mirëprit shumë mirë. Besoj se shkaku kryesor është që janë këngë patriotike, janë këngë që populli jon i do shumë dhe gjithmonë mirëpriten, por besoj se ka qenë edhe një pikë kyçe mënyra se si i sollëm. Mbrëma, të themi të vërtetën, një sukses i plot, një pritje vërtet e ngrohtë nga publiku ynë. Vërtet ajo që thatë që ishte diçka e veçantë, që këngët patriotike u sjollën me një tjetër sharm, me një tjetër pasion, me një tjetër nerv, me një tjetër adrenalin. Po, të themi këtu që qyteti ynë i bukur ka kohë që i ka filluar festimet, me qendrën fëminore, me shkollën muzikës Onufri, sonde që u dha koncerti që ishte një përfaqësim i të gjithë forcave artistike, që nga më të velit e deri ke më të rriturit, grupet e dansit, orkestra e Harqeve, bendi, mbi gjitha dhe këngëtarët të cilët mund të themi që ishin gjithë këngëtarë të rinj. Koncerti solli këngë patriotike atletare dhe interpretime të ndryshme, i dha më shumë ngjyra e gjallëri, kori i fëmijëve të shkollës artistike Onufri.